Prej më shumë se 7 muajsh në paraburgim, Ilir Metaj, ish president i arrestuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurive, vijon fushatën elektorale nga qelia, duke folur për luftën kundër korrupsionit dhe krimit në pushtetin e Edi Ramës, megjithse ka qeverisur vetëm të për 4 vjet. Në një mesazh të fundit nga paraburgimi, Metaj është ankuar për kushtet e vështira në burg, duke akuzuar Ministrinë e Drejtësisë për gjendjen alarmante të mbipopullimit dhe kushtet e papërshtatshme të jetesës në qendrat e paraburgimit. Ai premtoi se pas fitores së koalicioni PD Shqipëria Madhështore më 11 maj do të ndryshoj kodin penal bashkë me Sali Berishën, por pikërisht Ilir Metaj ishte pjesë e pushtetit kur kodi penal u ndryshua 2 herë, vetëm për të lehtësuar pozitën e pushtetarëve dhe bozëve të krimit, ndërsa dispozitat që rëndojnë qytetarët e zakonshëm mbetën të pandryshuara. Ankesat e tij tani që vetë është në paraburgim janë shembull i pastër hipokrizie. Në fakt, Metaj qëndron në një qeli me kushte relativisht të mira, e vetmja gjë që i mungon është liria dhe mundësia për të bërë pazare politike. Metaj ankohet sot për kushtet e paraburgimit, por ka harruar se gjatë qeverisjes së LSI-s në vitet 2013-2017, kur drejtonte Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, u abuzuan dhe u zhdukën rreth 25 milionë euro fonde publike të destinuara pikërisht për përmirësimin e kushteve në burgje dhe paraburgime përmes tenderëve fiktiv. Këto fonde u përvetësuan nga ish-ministrat Nasip Naço, Ylli Manjani dhe Petrit Vasili, në bashkëpunim me drejtorët e burgjeve të emëruar nga çifti Meta Kryemadhi. Skandalet përfshin vjedhjen e fondeve për ushqimin e të burgosurve, uniformat e punojësve dhe byzylykët elektronik të mbikëqyrjes. Ironikisht, Ilir Metaj sot pretendon të bëjë politikë nga qelia, duke anashkaluar faktin se kushtet për cilat ankohet janë rezultati drejt për drejt i korrupsionit dhe keqpërdorimeve masive gjatë kohës kur vetë ai ishte në pushtet.